Fëmi, edukatore sot ju ka marrë librin e historisë së muajit. Titulli është 3 fluturat. Aq sa numri që po mësojmë këtë javë në matematikë, apo jo? Numrin? Sa numri po mësojmë? Edhe njerë cili numër po mësojmë? Bravo, tani dëgjoni me vëmendje edukatoren. 3 fluturat. Po, do punojmë dhe me ato, me edukatoren. Pastaj, sa të fillojmë mësimi, po njerë do lexojmë historinë e muajit. Mirë? Dëgjojmë edukatoren tash? Dëgjoni me vëmendje, nuk lëvizim. Pranvera erdhi, është stina kur fluturat u pëlqen të fluturojnë e të ndalen mbi lulet e rëmira. Flutura e bardhë, flutura e kuqe dhe flutura e verdhë ishin shoqe shumë të mira. Ato gjithë ditën luanin së bashku. Dëgjoj. Gjithë ditën luanin së bashku. Një mëngjes, 3 fluturat krahëshkruara dolën shëtitje. Koha ishte e bukur, dielli shkëlqente dhe fluturat shëtisin nga njëra lule në tjetrën, sa mirë që ishte. Pa pritur dielli u fshe pas një reje të madhe. Vazhdojmë edukatoren tash. Pa pritur dielli u fshe pas një reje të madhe gri. Nuk kaloi shumë dhe filloi të binte një shi i imët. Fluturat menduan të ktheheshin në shtëpi, por nuk po gjenin rrugën. Që të mos lageshin, vendosën të qëndronin në ndonjë lule. Flutura e bardhë pa një zambak të bardhë dhe vajti për t'i kërkuar ndihmë, por zambaku deshi të pranonte vetëm fluturën e bardhë, jo shoqet e saj. Flutura e bardhë u mërzit dhe vazhdoi rrugën bashkë me shoqet e tjera. Flutura e kuqe pa një trëndafil të kuq dhe vajti për t'i kërkuar ndihmë, por trëndafili deshi të pranonte vetëm fluturën e kuqe, jo shoqet e saj. Flutura e kuqe u mërzit dhe vazhdoi rrugën bashkë me shoqet e tjera. Flutura e verdhë pa një tulipan të verdhë dhe vajti për t'i kërkuar, dëgjojmë edukatorin, ndihmë. Kërpulla i pranoi me kënaqësi. Prit edhe një herë. Tani, me që janë të gjithë fëmijët këtu edukatore, do të lexojmë komplet historinë e muajit, që është titulli 3 fluturat. E themi gjithë së bashku titullin? 3 fluturat. E themi dhe një? 3 fluturat. Bravo. Aq sa numri që kemi mësuar në matematikë gjatë gjithë këtyre ditëve të javës. Tani fillojmë. Pranvera erdhi, është stina ku fluturat u pëlqen të fluturojnë e të ndalen mbi lule e rëmira. Flutura e bardhë, flutura e kuqe dhe flutura e verdhë ishin shoqe shumë të mira. Ato gjithë ditën luanin së bashku. Në mëngjes, 3 fluturat krahëshkruara dolën shëtitje. Koha ishte e bukur, dielli shkëlqente dhe fluturat shëtisin nga njëra lule në tjetrën. Sa mirë që ishte, pa pritur dielli u fshe pas një reje të madhe gri. Nuk kaloi shumë dhe filloi të binte një shi i imët. Fluturat menduan të ktheheshin në shtëpi, por nuk po gjenin rrugën. Që të mos lageshin, vendosën të qëndronin në ndonjë lule. Flutura e bardhë pa një zambak të bardhë dhe vajti për t'i kërkuar ndihmë. Por zambaku deshi të pranonte vetëm fluturën e bardhë, jo shoqet e saj. Flutura e bardhë u mërzit dhe vazhdoi rrugën duke bashkë me shoqet e tjera. Flutura e kuqe pa një trëndafil të kuq dhe vajti për t'i kërkuar ndihmë, por trëndafili deshi të pranonte vetëm fluturën e kuqe, jo shoqet e saj. Flutura e kuqe u mërzit dhe vazhdoi rrugën bashkë me shoqet e tjera. Flutura e verdhë pa një tulipan të verdhë dhe vajti për t'i kërkuar ndihmë, por tulipani deshi të pranonte vetëm fluturën e verdhë, jo shoqet e saj. Flutura e verdhë u mërzit dhe vazhdoi rrugën bashkë me shoqet e tjera. Flutura pan një kërpull dhe vajtën për t'i kërkuar ndihmë. Kërpulla i pranoi me kënaqësi të 3 fluturat. Ndërkohë, dielli i kishte dëgjuar gjithë bisedën e fluturave me lulet, ai mblodhi forcat dhe lëshoi rrezet e tij të ngrohta. Rreth u shpërndan, shiu u rradhua dhe një ylber i bukur u shfaq lart në qiell. Fluturat rrahën krahët dhe nisën të fluturonin. Ato e falendëruan diellin duke i kënduar me zë të lartë. Zambaku i bardhë, trëndafili kuq dhe tulipani i verdhë ulën kokën të turpëruar. Edhe atyre ju erdhi mirë nga rrezet e ngrohta të diellit.
të 3, një z, u kërkuan falje fluturave, që nga jo ditë, fluturat dhe lulet u bën miq të mirë e të pandar. Ju pëlqeu historia? Çfarë kuptojmë nga gjithë kjo histori? Si duhet të sidhemi me të tjerët kur na kërkojnë ndihmë? Bravo Raila. Pra, Fabrila, dëgjojmë tu. Pra, duhet të sidhemi mirë kur na kërkojnë ndihmë të tjerët, Kur ne kemi mundësi t'i ndihmojmë, duhet t'i ndihmojmë. Jo si bën lulet me fluturat. Mirëmëngjesi. Jo si bën lulet me fluturat. Fëmijë, gjatë gjithë kësaj jave po punojmë me numrin. Cili numër ma thoni? Numrin 3. Bravo, numrin 3. Po, 3 rrotat e bicikletës na ndihmuan që të vendosim 3 kuba, 3 flamuj, Edhe brenda shportës vendosëm 3 vezë. Ai sa numri që kemi mësuar dhe sa rrota kishte bicikleta e fëmijëve. Po. Tani, të gjithë ngreni grusht lart. Grusht. Bravo, të gjithë. Hapni një gisht. Sa kemi hapur? Hapim edhe një tjetër. Sa kemi hapur? Hapni edhe një tjetër. Sa kemi hapur? 3. Cili numër kemi mësuar të numërojmë? 3. Bravo. Tashi, mbyllën e njërin, sa mbetën? 2. Bravo, mbyllën edhe njërin, sa mbetën? Mbyllën edhe njërin, sa mbetën? 0. Bravo. Pra, shikojmë, këtë që bëm tashi me dorë, do bëjmë mbledhje zbritje me një njësi në tabelën magnetike me edukatoren. Njerë me lodrat këtu, ku kemi trenët transparente, kemi kuba, po, ty do të ngre edukatorja, Pirla, prit do të ngre edukatorja, ullu, Raila, ullu njerë, ullu. Ulloni në vënd se ju ngrë një nga një. Ullu sa edukatorja do t'ju ngrë një nga një. Jo, kujdes. Do ju ngrë një nga një. Ja prit. Perla. Ja prit ta bëj Perla e para. Me që i tha edukatorja që në fillim. Hajde Perla tashi. Hajde ki edukatorja. Ashtu, shiko Perla tashi. Edukatorja këtu ka vendosur. Kuba. Shikojmë tu. Edhe topa. Kemi edhe 2 shenja këtu që do ju shpjegoj edukatorja dhe njërë t'ja u rikujtoj. Shenja kryq, bëni me 2 gishta kryq. Kryq 2 gishta, bëni 2 gishta kështu, njëra me tjetrën. Bëni gisht, ajo tregon kur numri është i madh. Kur është vis, është numri i vogël, në rregull? Pra kur do mbledhim do vini shenjën kryq që kemi këtu. Dhe kur do i zbresim, do zvogëlojmë numrin dhe bëjmë me viz. Këtu kujdes. Do bëj ushtrimin e parë. Mbledhjen me një njësi të numrit 3. Mbledhjen me një njësi të numrit 3. Perla, në kutinë e parë do vendosësh edukatore 2 ose topa ose kuadrata. Çfarë duash ti merr? Numero 1, te kutia e parë futi. 1, edhe një tjetër, që të bëhen 2. Vendose. Sa u bën aty Perla? Bravo, 2. Atëre, kush shenjë do ta bëj numrin e madh si tha edukatorja? Kush është shenja që e bën numrin e madh nga këto të dyja merre? Bravo, vendose këtu. Bravo. Atëre 2 edhe, po në kutinë e dytë, sa kutia, do vër edhe 1 në kutinë e dytë. Vër edhe një kub në kutinë e dytë, këtu. Bravo, Perla, tashi, shikoj edukatore, në qoftë se ky kubi këtu. Ky kubi këtu, Perla, ky kubi këtu. Vete me këto këtu, sa u bën këtu? Sa kuba u bën? Sa bravo, sa janë aq, i numërojmë? 1, 2, edhe 3. Pra, sa kuba janë këtu tani? Bravo, je shumë e mirë. Atëre vendose këtu 3 kuba, merr numëro 1, 2, 3 këtu. Ha shpejt, 1, me zë, 1, 2, edhe 3, edhe 1. Bravo. Atëre Perla, shiko këtu me edukatoren. Shiko këtu. 2 kuba edhe 1 kub, bëjnë sa kuba? 3, bravo, ja ta tha shoku, Arnesti. Pra numëroj në janë 3, 1, numëroj 2, edhe 3. Pra sa kuba janë aty? 3. Bravo. Hajde të shime edukatorin këtu të tabela magnetike. Hajde. Tashi, te kutia e parë ishin 2. Kush është dyshja aty që mësoj edukatore? Që është një rreth me një këmbë. Prit, jo, e gjen veta, ju do gjeni ushtrimin tuaj. Ha, të ndihmoj edukatore pak për dyshin? Jo, ajo është mbledhje, kjo këtu. Ky është dyshi. Vendose këtu. Merri tash atë shenjë që vura atje te kutijat. Bravo, vendose këtu.
Bravo. Tashi, ajo shenja ke kutia. Edhe, shi sa ka këtu në kutin tjetër. Perla, sa kuba ka këtu? Ka vetëm? Një. Hajde gjej njëshin këtu, është si vizë njëshi. Hajme edukatorin gjej njëshin aty. Jo ajo viza, jo ajo është për zbrite, ke drejt, këtu është njëshi. Mere njëshin. Bravo, vër 2 vijat, barazim, 2 vijat, ku janë 2 vijat? Mere 2 vijat, 2 vijat, bravo, vërja aty. Asho, atëre 2 edhe 1, baraz. Kush treshi, aj që mësoj di edukatore ta shkruanit me 2 rrumbullake? Kush treshi? Jo, s'është treshi, është vizë. Treshi me 2 rrumbullaket. Po, mere zbrite poshtë. A, e bëre ushtrimin, shiko sa bukur? Perla, e lexojmë tash ushtrimin me edukatoren? Nuk bëjmë zhurë, kujdes. Atëre 2, edhe 1, baraz, 3. Edhe njerë 2, edhe 1, baraz, 3. E themi gjithë ushtrimin e perlas? Gjithë. 2, edhe 1, baraz, 3. Bravo. Tashi numri jonë perla u bë më i vogël apo më i madh? Më i madh. Sa shtuam ne që u bë më i madh? Edhe 1, këtë këtu. Shtuam të këtu që të bëj më i madh. E quam këtu që të bëj 3. Mirë, bravo perla, bravo. Një shkon perla në vend, vjen një tjetër. Një fëmijë tjetër do vi të bëj zbritjen e numrit 3 me një njësi. Le të vi të Rajla, kujdes ta edukatorja. Rajla, në kutinë e parë do më vendosësh 3 kuba, duke i numëruar me Z. 3 kuba, fillo, meri dhe vendosi 3 kuba aty. Meri, 1, numëro. Te kutia parë është kjo e para, është e dyta. 1, me Z. 2, po. Edhe 3. 3 tha edukatore, 3. Sa u bën aty Rajla? 3. Tashi, kush është shenja që e bën numrin e vogël, si u tha edukatorja? Shenja si vizë. Gjeje, ku është ajo shenja që është si vizë, që ta afroshti? Ja, bravo, shi Arnesi sa i shpejt, vendose këtu. Ha, vendose. Atëre 3, vendose këtu me edukatorja brenda kutisë këtu. Ashtu, tash shikoj me edukatoren. 3. Nga këto të treja, ikën 1 del këtu. Sa mbeten këtu? 2. Pra numri u zvogëlua. Atëre, vendos këtu 1, vendos këtu 1 nga këto këtu. Merre vendose 1. Ha, bëre 1 ke kutia 2 dhe vendos aty 2. Po, sepse nga 3 heqim 1, mbeten 2. Bravo. Atëre, e lexojmë në ushtrimin tash Rajla. 3 kuba. Po, prit se do i punosh dhe ti. 3 kuba. Ha, thuj me Z, 3 kuba. Heqim 1 kub. Mbeten sa kuba? 2 kuba. Hajde tash me edukatorin të abosh ushtrimin ke tabela majetike. Kutia parë kishte 3 kuba. Gjej 3 ishin ku është aty. Dhe vendose poshtë ushtrimit të shoqes. Bravo, merre 3 ishin. Bëre këtu poshtë ushtrimit të shoqes. Këtu. Ashtu, bravo. Ja largojmë dhe këtë kështu me edukatorin. Vazhdojmë. Heqim. Kush është shenja? Shiko këtu me edukatorin kush është shenja këtu. Gjej shenjën kështu që është dhe atje te tabela si kjo këtu. Gjej shenjën. Jo, këtë lore këtu ti, ke shenjën tjetër aty. Shko gjë tjetër, mirë thot çuni. Prit. Hajde, Rajla. Ja ku ka, shesi po të tregon Arnesti, bravo Arnesti. Të ndihmoj. Ashtu, heqim. Kutia e dytë ka 1 kub. Kush njëshi aty, gjej njëshin? Pritët kishin edukatore, se i gjenë se do bësh ushtrimin tënd. Vendose njëshin aty. Barazim, gjej barazimin. Ashtu, vendose këtu. Barazim, atëre 3 heqim 1. Sa mbetën te kutia 3? Shikoj me edukatore sa kuba janë këtu? 2. Gjej 2-shin aty. Kush 2-shi? Që ta vësh mas barazimit. Bravo, vendose aty. Atëre e lexojmë dhe ushtrimin, sa Afrike vën, prit largoj pak që të lexohen. Kështu, edhe të lexohen. Tashi, fillojmë me edukatorin, lexojmë ushtrimin Rajla. Fillo. 3. Heqim 1. Barazim 2. Vre kishin tja dhe ti atje. 3. Këtu, 3. Heqim 1. Barazim 2. Numri jonë tash, Rajla, shiko me kujdes. Është më i madh apo u bë më i vogël? Më i madh. Ja, po pse kush është vjen 3-shi para apo vjen 2-shi njerë më përpara? Bravo, si the, bravo.
Shesa bukur Arnesi, më i vogël, sepse a hoqëm të njëshin, dhe mbeti 2. Ishe 3, hoqëm 1, mbeti 2. Pra u bë më i vogël, e temi gjithë e lexojmë gjithë. Hajme edukatoren. 3, heqim 1, barazim 2. Edhe njerë, 3, heqim 1, barazim 2. Mirë, hajde Rajla, bravo. Hec, Rajla. Hec. Arnes, do të bëjmë edukatorin mbledhjen me një njësi të numrit 3. Mirë? Në kutinë e parë, edukatorët duhet vendosësh ose topa ose kuba. Mirë? Topa. Atëherë do vendosësh 2. 2 topa. Mirë. Morë zgjodhe topat. Sa topa vendosë aty? 2. Kush është shenja që e bën numrin e madh? Gjej aty? Ai që bën numrin e madh. Jo, e ke këtu. Arnesi ke këtu të 2 shenjat. Zgjidh shenjën që bën numrin e madh. Bravo, je shumë i mirë. Vendose këtu midis 2 kutijave. Jo, merre një herë të vendose këtu shenjën. Merre shenjën, vendose këtu. Këtu midis 2 kutijave. Se zgjodhe shenjën, pra që do bësh mbledhjen. Kjo është shenja që do bësh mbledhjen. Tashi 2 kutia, në kutinë e dytë vendos një top ose kub. Top ose kub. Mirë, kub do ti, vendos kub. Atëherë shiko me edukatorin. Këto 2 topat këtu bashkohen me këtë kubin këtu. Sa u bën këtu? 3. Bravo. Atëherë vendos në kutinë e tretë ose 3 kuba ose 3 topa. 3. Ha, vendos. Ha me edukatorin. Duke numëruar 1, 2, 3. Bravo, i mori të 3 një herë. 1, 2, ha, edhe 3. Bravo, numëroj vetë me zëti. 1, 2, 3. Jo këto këtu, numëro këto këtu. 1. Bravo. Hajde tash ta vendosim. Atë i lexojmë një herë këtu ushtrimin me lodret, pastaj e bëjmë edhe tabelën magnetike. 2 topa. Edhe një kub. U bën së bashku 3 kuba. Bravo. Hajde te tabela magnetike tani. Kutia e parë kishte 2 topa. Gjej numrin 2 ku është aty. Ku është 2-shi? Bravo, je shumë i mirë. Të lumë. 2. Edhe, kush është sheja kryq që bën në numrin e madh? Është sheja kryq aty? Shive e ke. Jo, e ke këtu lart. Jo, ajo bën numrin e vogël. Kryqi që kishe edhe aty. Bravo. Edhe 2 edhe 1, ka kutia e dytë vetëm një kub. Gjej njëshin aty. Po, njëshi, ai është njëshi. Pra i zëvendësojmë lodrat me numra në tabelën magnetike. Po, vendose njëshin këtu mbas në plusit. Tashi, kujdes. Atë 2 edhe 1, barazim. Ha, vendose njëshin. Barazim, gjej barazimin, ku janë 2 vijat? 2 vijat. 2 vijat barazim. Bravo, vendosi aty 2, barazim. Atëre, sa ka kutia e tretë? Shiko këtu me edukator, sa ka kutia e tretë? Sa janë bë këtu? 2 edhe 1, sa janë bë? 1, 2, 3. Bravo, gjej 3-shin aty. Gjej 3-shin, po, 3-shin. Bravo, bravo. Atëre, lexojmë ushtrimin me edukatorin? 2, vregjishën të 2-shi. 2, edhe 1, barazim 3. 3. Bravo. Numri jonë tash, Arnesi, u bë më i vogël apo më i madh? Më i madh. Bravo. Sa i shtuam ne që u bë më i madh? Edhe? Të këtu. Bravo, je shumë i mirë. Përplasje duarsh për Arnesin, bravo. Bravo, je shumë i mirë. Hajde Arnesi ke vendi. Je shumë i mirë. Bëj zbritje me një njësi të numri 3. Te vendi, jo. Hajde Alea, hajde me edukatoren. Në kutinë e parë Alea do vendosësh 3 kuba ose 3 topa. Hec me edukatoren. Kujdes. 3. Numëro 1 me Z. Ha? 2. Po, vazhdo 3. 3 tha edukatoren. Bravo. Pra sa kuba vendose Alea në kutinë e parë? Kush është shenja që bën numrin e vogël? Gjej shenjën aty, ke 2 shenjat. Kush është që bën numrin e vogël? Jo, bravo, vendose aty në mes. Kujdes. Tu. Po, bravo, jo, ajo është barazim edukatore. Ajo viza është që bën numrin e vogël, ajo që është si vizë. Ja, ajo portokallia atje. Gjej atje që është vetëm një vizë. Është vetëm një. Shikoj, mbi njësh. Jo, mbi njësh. Bravo, je shumë e mëmshur. Bravo, jeni shumë të mirë. Hajde tash, vazhdojmë. Edhe shiko këtu, Alea. Mirë, hajde këtu tash vazhdoj shoqja ushtrimin. Alea, shiko këtu me edukatoren. Jam 3 këtu, 3 kuba. Iku njëri del këtu ke kutia tjetër. Sa mbeton këtu?
Bravo. Atëre, vendos edhe një kub këtu. Ta bëjmë ushtrimin e plot. Vendos e një. Dhe këtu vër 2 kuba. Barazim 2 kuba. 1, 2. E lexojmë ushtrimin me kubat? 3 kuba. Bashkë me mua, 3 kuba. Heqim 1 kub. Mbeten 2 kuba. Hajde ta bëjmë tash ushtrimin aty me numrat. Gjej treshin që ka kutia parë. Ku është treshi? Merre treshin. Bravo. Bravo, je shumë e mirë. 3. Heqim. Kush është shenja si viz? Prit se kanë vënë këtu këto. Ha, merre shenjën si viz. Heqim. 1 që ishe kutia e dytë, vetëm 1 kub. Barazim. Gjej barazimin aty, ke një barazim tjetër. Po, barazim. 3 heqim 1 barazim. Sa kuba ishe në kutinë e tretë? Këtu? Gjej dyshin aty. Shë si bëhet nga ushtrim me lodra, bëhet ushtrimi me numra. Atëre, bravo, e lexojmë edukatorin të shi. Alea? 3, afro ati me gisht. 3, heqim 1, barazim 2. 2. Numri jonë u bë më i madh apo më i vogël, Alea? Shive këtu, më i madh apo më i vogël? Është dyshi i pari, treshi vjen mbrapa dyshit. Do thonë, treshi është më i madh që vjen mbrapa dyshit. Tash, përdesa ky treshi vjen mbrapa dyshit, atëherë çfarë thot edukatori, është më i madh apo më i vogël? Është më i vogël? Po pra, si kemi hequr 1. Po ishte 3 i madh, i hoqëm 1, mbeti 2. Ha? Bravo, pra u bë më i vogël numri jon. Mirë. E lexojmë të gjithë ushtrimin e Aleas? 3, heqim 1, barazim 2. Edhe një 3, heqim 1, barazim 2. Pa nga 3, shikojmë edukatorin? Po të heqim 1, mbeten 2. Numri jon bëhet më i madh apo më i vogël? Bravo, sepse iku një shok. Bravo. Bravo dhe Alea. Je shumë e mirë dhe Alea, bravo. Kush tjetër vjen këtu me edukatorin? Amari, vjen ti? Hajde Amari. Amari, e caktuam, pastaj juve. Amari, do të më bësh mbledhjen me një njësi të numrit 3. Tani, vendosë kutinë e parë 2 kuba. Ose 2 kuba ose 2 topa. Mirë, 2 topa. Ullo, ke vendi. 1, 2. I numërove? Me zë, 1, 2. Bravo. Dhe kush është shenja që e bën numrin e madh? Bravo, vendose këtu, bravo. Pra 2 edhe 1 në kutinë tjetër. Bravo, vure kub. Atëherë shiko Amari, në qoftë se ky kubi këtu shkon bashkohet me këta 2 topat këtu. Sa u bën këtu? Bravo, 3. Atëherë vendos dhe këtu 3 kuba ke kutia e tretë. Aleksa, ulu ke vendi. I numëroj tash të dëgjoj edukatorën me zë. 1, 3, bravo. Atëherë lexojmë ushtrimin këtu me lodrat. 2 topa. Edhe 1 kub. Sa u bën këtu kubat? 3? 3, bravo. Hajde tash ta bëjmë ushtrimin ke tabela matematike. Prit me edukatorin ti ngatrojmë çik këto, se I gjen veti. Kutia e parë kishte 2 topa. Gjej tash ku është dyshi. Gjej dyshin aty. Bravo, vendose dyshin këtu. 2. Edhe shenja që zmadhon numrin. Ku është shenja kryq? Edhe gjeja. Jo, ajo dale të shoh edukator. Jo, është barazimi ky, kryqi. Ajo është shenja kryq. Shife këtu, ku është shenja kryq? Ha, lart të sot Arnesi. Bravo. Edhe kutia e dytë ka, shife këtu eduka 1 kub. Gjej njëshin aty. Gjej njëshin. 1, bravo, edhe 1. Barazim, ku është barazimi 2 vjet? 2 vjet. Bravo. Edhe 1 barazim. Atëre po këtu, kutia e tretë, hajde këtu ke edukator, sa kuba ka? 3. Hajde gjej treshin aty. Gjej treshin. Bravo, je shumë I mirë. 3. E lexojmë ushtrimin tash Amari? 2. Edhe 1. Barazim 3. Numri jon, shive Amari, u bë më I vogël apo më I madh? Më I? Bravo. Pse sa shtuam ne që u bë më I madh? Edhe? Kush është ky? 1. Bravo, je shumë I mirë. Pra e lexojmë edhe një herë me edukator me zë. 2. Edhe 1. Barazim 3. 3. Bravo, je shumë I mirë. Përplasje dorës edhe për Amarin. Bravo. Edukatorin, Aleksa, hajde një herë këtu ke edukatorja. Ashtu. Tashi, do bësh zbritje me një njësi të numri 3.
vendos 3 kuba këtu me edukatoren. Ose 3 topa ose 3 kuba. Duke numëro 1, 2, 3. Ha, 1, beza, 1, ndalo. 1, thuaj 1. Vazhdo, 2, vazhdo. 2, thuaj 2 me zë, 2. Vazhdo dhe 3. 3, merë pra tjetrën. 3. Sa u bën aty Aleksa? 3, bravo. Ja po të ndihmoj edukatorja për të zvogluar numrin, është kjo shenja këtu. Mirë? Tani, shiko Aleksa këtu edukatoren. Këto të treja janë në një vend, po ikën njëra, del të kuti tjetër. Sa mbetën këtu Aleksa? Sa mbetën këtu? 2, bravo. Atëherë vendosim edukatorin për të ndihmoj edukatorja ty këtu 1. Vendos këtu 2. Numëro 1, 2. 1. Edhe 2. Sa vure këtu edukatore? Sa vure këtu? Bravo. Hajme edukatorin tash ta vëjmë këtu ushtrimin. E para ka 3. Gjej 3-shin gosha aty që mësoj edukatorja. Ja, ndihmoj edukatorja, se ti s'ke qenë në mësim. Ha, 3. Heqim. Kush është si viz? Mere, vendose këtu. Vendose këtu. Heqim. Këtu vendose, heqim. 1, gjej 1-shin tjetër. Jo, mos ja prish shoqja së ushtrimin. 1, gjej 1-shin ku është 1-shi. Gjej. Jo, 1-shi është ky i drejti. Kape, vendose këtu 1. Vendose këtu 1. Ashtu. Barazim, merr ato 2 vijat. Vendosi këtu. Vendosi këtu. Kështu, ndryshe, kështu. Barazim. Atëre 3 heqim 1, barazim. Shiktu me edukatoren. Tu ka 2 topa, nga 3 hoqim 1, mbeten 2. Përgjen 2-shin aty, ku është 2-shi? Ha, kape 2-shin, bravo. Se sa arrin dot, ja. Bravo. E lexoj me edukatorin ushtrimin tash? Aleksa? Fillo. 3. Heqim 1. Barazim 2. Bravo. Numri jon u bë më i madh apo më i vogël? Ja. Shive këtu. Shive. Ishin 3, iku 1, mbeten 2. U bë më i madh apo më i vogël? Më i vogël. Bravo. Hajde me edukatorin. Bravo dhe Aleksa vogël. Si, do mbësh zbritjen me një njësi të numrit 3. Vendos 3 kuba, 3 topa ose 3 kuba ke kutia parë. 1 ke vënë, vazhdo. 2, vazhdo merr. 2, Enes. 2, vazhdo merr, vendos ke kutia. O Enesi, po e vure 1, o Enesi, merr tjera dhe vendosi këtu duke numëruar 3. 2, thuaj 2. Merr edhe një tjetër, bëj 3. 3, pra këtu vëm 3 topa, e numërojmë bashkë me edukatorin, 1, 2 dhe 3. Bravo. Heqim, ja të ka ndihmu edukatore, heqim. Shifto, Enesi, iku ky, doli këtu, sa mbetën këtu? Numëroj. Jo, s'ka mbet 1 aty. 1, 2. 2, mbetën 2. Atëre, vendosim edhe këtu, ver 1 këtu, merr 1 dhe vër aty 1. Jo nga kjo kuti, nga kjo këtu. Jo nga kjo kuti, mos mulkëm këtu, kjo këtu. Merr këtu dhe vër aty. Ashtu, kujdes gocat këtu këti. Pra, 3 heqim 1, mbeten 2, vendos 2 këtu. Po jo me edukator tu ka fiksu, jo kjo kuti. Do marrësh këtu me edukatore. Sa tonë të ushtrimit që po bën ti. Vendos 2 këtu, 1. Edhe një tjetër 2. Edhe një tjetër. Po merr edhe 1 që të bën 2, aty është 1. Ha, 2. Shikoj tash, lexoj me edukatorin ushtrimin. 3. E heqim 1. Mbeten 2. Edhe një herë 3. Heqim 1. Mbeten 2. 2. Hajde tash këtu ke numrat. Ecë me edukatoren. Dale, me edukatoren këtu. Gjej ku është 3-shi këtu, atë që bëm vizatim dje. Ku është 3-shi? Jo, ai është 2-shi, nuk bëm atë dje. Kush isha ai që bëm detyrë dje? 3-shin. Gjej aty, kape. Kush është numri 3? Për mos ja thuaj. Hajde ndihmoj Ernesti, ndihmoj shokun. Bravo. Shive, ja, ta tregoj shoku kush është 3-shi. Ato 2 vendosja këtu edukator. 3-shi. Heqim, kush është viza aty, shenja vizë? Jo 2 barazime, shenja viza. Viza edukator, ajo që është si vizë. Ajo është. Heqim.
Vendose pranë treshit, heqim. Ja treshin e vure këtu ti, vendose pranë treshit, heqim. Ashtu, heqim. Një, që ka kutia tjetër. Kush është njëshi? Gjej njëshin. Kujdes, pa zhurmë. Barazim, shi se po ta bën shoku. E nesi, shikoj aty. Po ndihmon shoku, barazim. Jo njëshin, 3 heqim 1, shive sa ka këtu. Ka 2. Kush duhet atje? 2-shin? Po gjej pra 2-shin. Bravo, je shumë i mirë. Bravo, vendose 2-shin. Bëjmë barazimin njerë. Vendose njerë barazimin. Ja të një edukatorja. Barazim. Ashtu. 2. Vendos 2-shin. 2-shin. Po, vendos. Bravo. Ja të ndihmoj shoku. Le lexojmë tash ushtrimin. 3. Jo, mos merr gjëra kot, se ndihmoj shoku. Ti bëri tamam ushtrimin. Shikoj këtu. 3. Heqim 1. Barazim 2. Kujdes. Edhe njerë 3. Jo, e mbarove ushtrimin, kaq ishte. 3 heqim 1, barazim 2. Shik këtu edukator Arnesi. Ishin 3 topa këtu. Hoqëm 1 top, mbetën 2 topa. Aq është ushtrimi. Sa i ati që ke bërë ti. 3 heqim 1, barazim 2. Mirë, bravo. E ndihmove shokun, bravo, je shumë i mirë. Tjetër vjen tashi. Kush vjen? Hajde Amelia. Hajde ke edukatorja. Edukatori do mbosh mbledhjen me një njësi të numrit 3. Në kutinë e parë do vendosësh 2 kuba ose 2 topa. Merë, duke numëruar 1 nga 1. 2, 1, me zë, edhe 2, bravo. Tani, kush është shenja që e bën numrin e madh? Kush tha edukatore? Bravo, merret, je shumë e mirë, merret dhe vendose. Bravo, të lumt, kryq. Kjo, vendose këtu midis 2 kutijave. Pra 2, edhe në kutinë e dytë vendos 1 kub. 1. Atëherë shiko, Amelia, në qoftë se ky kubi këtu ikën bashkohet me këto 2 të tjerët, sa u bën këtu? 3, bravo. Atëherë vendos 3 kuba në kutinë e tretë. 3. Me zë, 2. Edhe 3, bravo. Pra, e lexojmë ushtrimin tash? 2 edhe 1 kub, u bën 3 kuba. Hajde tash me edukatorin të bësh ushtrimin tabel. Kutia e parë ka 2, gjej 2-shin. 2-shin, ai është 3-shin, 2-shin. Ai është 2-shin, bravo. Vendose 2-shin këtu, edhe bëj atë ku shenja kryq. Shikoj mirë gjithë tabelën, jo ai është barazimi, shenja kryq. Kryq. Jo, është barazim. Kryq. Shi mirë, ja të ndihmoj shoku, shi si erdhi, sa i shkathët është. Bravo Arnesti. Ha. Bravo, kryq këtu. Bani mend, kjo është gjithmonë shenja që bën numrin e madh. 2 edhe 1, gjej 1-shin me edukatoren. Kujdes, mos bëni shumë. Ja, e gjeti, më gjeti 1-shin, mirë, edhe ky, merre 1. Pritë Arnesi, prit keq eduaj, se dua edhe ta bëj vetë ushtrimin. Gjej barazimin 2 vijat, gjej barazimin. Ashtu, ule aty, jo, vendoset kështu gjithmonë barazimin, kështu. Barazim, atëherë 2 edhe 1, sa kishte kuba kjo kutia 3? Shikoj me edukatoren, 3. Vëre 3-shin atje. 3-shin. Gjej 3-shin. Ai është 3-shin, bravo. Atë, pushojnë pak, nuk i me shumë shoqe, se do fillojnë ta lexoni dhe ju ushtrimin. E lexoj me edukatorin tash? 2 edhe 1, barazim 3. Bravo, lexoj atje dhe vër gishin aty. 2 vër gishin ke 2-shi. 2 edhe 1, barazim 3. 3 shish aty në fund. Bravo. Tash kujdes, numri jonë u bë më i vogël apo më i madh? Bravo, sa i shtuam ne edhe 1, se i shtuam atë kubin. Shik këtu me edukatorin, ishin 2 kuba, erdhi dhe ky kubi atje dhe u bëm 3 kuba. Bravo, dhe pra Meli duar rokitje, bravo. Ti do mbësh zbritjen me një njësi të numrit 3. Vendos kutinë e parë, 3 kuba. 3 kuba, duke numëru me zë. Mirë, more topa. 1, numëro me zë. 1, vazhdo. 2, vëza, 2. Dhe 3. Do marrësh më? Pra që të bëhet 3-shi. Numëroj tash sa janë aty? Numëroj me gisht. 1, 2, po vëre gishin me edukatore, numëroj. 1, 2, 3. Numëroj dhe njerë? 1, 2, 3. Atëre, kujdes. Kush është nga këto të 2 shejat që bën numrin e vogël? Kush është? Merre, kush është ai që bën numrin e vogël? Merre një shenjë.
kape një shenjë. Jo, e bën të madh. Mbaj mend. Ai kryqi e bën të madh. Kjo viza e bën të vogël. Në rregull. Mbaj mend gjithmonë. Kjo e zvoglon numrin. Tash kujdes. O Perla, do të dëgjojmë të shokun. Tash këtu janë 3. Ikën 1, del këtu. Sa mbetën këtu? Bravo. Atëherë, vendos dhe 1 këtu. Vendos këtu 2. 2. 1, 2. 1, 2. Bravo, atëherë shiko. Nga 3 heqim 1, mbeten 2. E themi me zë të 2 ushtrimin? 3 topa. Heqim 1 top. Mbeten 2 topa. Bravo, hajde tash ta bësh ushtrimin në tabel. Ashtu. Jash me edukatoren këtu. Fillojmë. Dale. Vazhdo. Gjej, e ke kutia e parë, ke 3. Gjej 3-shin ku është aty. 3-shi, ai që bëm dje vizatim. Ha me edukatoren. Ik. Atë që bëm 3-shin vizatim dje. Gjej 3-shin, ku është atje 3-shi? Jo, ai është 2-shi. Ato 2 rrathët që bëm dje. Si 2 gjysma rrathësh. Gjej 3-shin. Ha, kape 3-shin. A më gjeri ti dje bën e vizatim edukatore mere. Ha. 3. Heqim. Ku është e viza? Viza që është shu si viza drejt. Ku është heqim? Kape me dorë, ha? O Geri, si kjo këtu mo Geri? Geri, si kjo këtu? Gjej, ku është ajo gjë si kjo këtu? Gjej atje, ha? Heqim, ha? Ha më Geri, ha? Ha, ja, ta rëlluj edukatorja, heqim. 1. Gjej 1-shin. Mere Geri 1-shin. Ha, kape 1-shin, kështu është ku lëvizë Geri. Jo, është 2-shja e Geri. Po kishe parë shokët, nuk do nga të roshe, po do i gjeje shumë kollaj tashe. Prandaj nuk bëjmë prapësire gjatë kohës që jemi në mësim. Gjeje, ku është 1-shi? Ku është 1-shi Geri? Gjej barazimin 2 vijat. Gjej 2 vijat. Barazim, ha, kapi ku janë ato 2 vijat? O Geri, mor Geri, pse bëhesh kështu, edukatore? Hajde shi, 3 heqim 1, ku është 2-shi, tash i gjej 2-shin? Ha, Geri, kape 2-shin. Geri, kape numrin 2. Geri, kape numrin 2. Mos zgjate dorën, merr një numër. Kape zgjate dorën aty, merr një numër. Zgjate dorën. Ajo është kryq për mbledhur numrin. Kush është 2-shi më Geri? Kape numrin, shko kap numrin atje. Geri, kape numrin. Kape numrin Geri. Ky është 2-shi më edukatore. Prandaj thotë edukatore, ke mendjen këtu dhe mos u merr me prapësira me shokët. Se nuk arrin dot të bësh ushtrimin. 3. Heqim. 1. Baraz. 2. Edhe njerë. 3. Heqim. Heqim. 1. Barazim. 2. Mirë Geri. Hajde. Tani, edhe kush ka mbetur tjetër? Noe? Hajde edukatorja. Që durët nga xhepat edhe ec drejt. Në kutinë e parë do vendosësh 3 kuba. Në kutinë e parë do vendosësh 3 kuba. Kujdes. 3 kuba. Ha, merri 3 kuba duke i numëruar. Vendosi aty, fillo. 1. 1 me zë. 1. Thuaj 1. 1. Edukatore, thuaj 1. Ha, merr prap 2. 2. Kujdes, nuk i bëjmë shumë shokut. 2. Ha, vendos 2. Po thuaj me zë, edukatore, 2. Edhe 3. Merr dhe 1. Gocat. Kejsi. Kujdes, dëgjojmë shoqen. 3. Vendose 3. Ha, no e bëu çik me çka tuar edukatore 3 te kutia parë. O, no e, 1, 2, 3. Një numërojmë edukatore, 1. Tuaj me zë, 1, 2 dhe 3. Pra, vendosëm 3 kuba. Kush është shenja që e bën numrin e vogël? Nga këto të dyja. Shpejt, mere. Kush është shenja që e bën numrin e vogël? Këtu. Ke shenja këtu. Kush është? Mere, vendose këtu. Vendose, atëre kujdes, 3, heqim 1, shikoj këtu. Ikën ky kubi këtej, del këtu. Sa u mon këtu? Sa mbetën këtu? 2, bravo.
Atëherë vendos edhe një kub këtu, të ndihmoj unë. Vendos 2 kuba atje ke kutia tretë. Vendos 2, 1, 2. 2 pra, 2 kuba. 2, 2 kisha nxjerr ti, po ke nxjerr vetëm një kub këtu, 2 kuba. Vendos një tjetër mo edukatore. O no, vendos një kub tjetër aty, të bëhen 2. O, bo, ha, vendose ore këtu, vendose pse utohesh. O edukatore, prandaj mos bë prapësira gjatë kohës që edukatore ju pyes. Se po të shivje shokët, nuk i bëje, se bravo Arnesi. Arnesi është bravo. 3, heqim 1, hajde gjej 1-shin aty me edukator, 1-shin. 1-shin, gjej 1-shin. 3, heqim 1, gjej 1-shin. 1-shin, ku është 1-shi? Kur është shenja si vizë kështu, 1, që është kështu, 1, shive aty ku është 1-shi. Ha? Gje, ja, është 2 viza. 1 më edukatore, 1. Ha, vendose 1-shin këtu. Barazim, gjej 2 vijat e shi, 2 vijat. Barazim, vendose këtu, barazim. 3 heqim 1, barazim 2, gjej 2-shin tjetër këtu, gjej 2-shin. Gjej 2-shin. Atë, merë 2-shin. Jo, ai është 1-shi, unë thash se e peti, ky është 2-shi. Ma e mend, po, ai është 2-shi. Ha, vendose 2-shin këtu. E lexojmë ushtrimin tash. 3, heqim 1, barazim 2. Pra, numri jon u bë më i madh apo më i vogël? Jo. Shesa gabimi fletëse, se ke mëndesh gjithë do. Numri jon, hajde këtu ke edukatora. U bë më i madh apo më i vogël? A pra më i vogël, hajde këtu edhe këtu. Numri jon u bë më i madh apo më i vogël? Sa kemi heqën e që u bë më i vogël? 1. 1, mirë, no, mirë, hec. Tani, Fabrila, ndryshe nga juve, ka ushtrime më të vështira se juve, se ju jeni të vegjël, do punoj me numrin 8, me mbledhje dhe me zbritje me 1 njësi. Mirë edukatore? Sot do punosh me 1 njësi dhe nesër me 2 njësi. Tani, hajde ke edukatoria këtu. Në kutinë e parë, do bëjmë mbledhje njerë, do vendosësh 7 kuba. Në kutinë e parë do vendosësh 7 kuba. Bravo, vendose aty edukatore? Jo, vendos duke numëruar me zën. 7 të tilla. Mirë, zgjodhe topat 7. 1, vazhdo. Vazhdo. Po, vazhdo. Po. Po, vazhdo këtu. 5 këtu. Kutinë e parë të gjitha. Vazhdo gjatë. Po dhe 7. Këtu, vazhdo këtu të thash në kutinë e parë. Pra, sa vendose në kutinë e parë? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bravo, je shumë e mirë. 7 topa, ha? Tash kush është shenja që e bën numrin e madh? Gjej aty. Bravo, je shumë e mirë. Kjo është e mbaj mend gjithmonë. Tash 7 edhe në kutinë e dytë vendos një top. Një top ose një kub, një top, bravo. Atëherë Mela, kujdes. Këtu janë 7, në qoftë se vjen edhe ky topi edhe bashkohet me këta të 7. Sa u bën këtu tani? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bravo, pra sa u bën? 8. Bravo. Vendos këtu tash 8 kuba se s'kemi top aq shumë. 8 kuba, numëroj që të bëhen 8. Ulo, po. 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 Aleksa ulo. Edhe 8. Bravo, sepse si thaj si bashkoj edukatorja, 7 topa këtu, edhe një kutisë së dytë, bëheshin 8 dhe vendosëm këtu 8 kuba. S'ka që vendose kështu sipër. Pra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kuba. Hajde tash ta bësh ushtrimin në dërrasën majetike. Në kutia parë kishe 7 topa, gjej 7-ën ku është aty? Jo, së 7 ajo, është 8-a. 7-ën, si ta edukatorja, është paka shumë i gjetë njëshit. Po e ka si kapele pjesën sipër. 7, kujdes. Kujdes. Ajo 7, mbaj mend, mos e harro. 7, vendose këtu. Edhe, kush është ajo shenja që bën të numrin e madh? Gjej aty kryqin. Gjej shenjën kryq. Bravo. Edhe vendose këtu 7, edhe 1. Edhe 1, gjej 1-shin. Gjej 1-shin tash. Gjej 1-shin. 1-shin. Ai është 1-shi, bravo. Edhe 1. Gjej ku janë 2 vijat barazim. Kapin 2 vijat. Bravo, vendos barazim. Atëherë 7 edhe 1 barazim.
Sa u bën këtu kuba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Atë gjej 8-ën atje. Ja. Bravo, ajo është 8, ma i mandë, mos ngatrosh. Atëre, e lexojmë eduka, kujdes. E lexojmë ushtrimin Fabrila së bashku. 7 edhe 1 barazim 8. Edhe një 7 edhe 1 barazim 8. Tani, numri janë u bë më i vogël apo më i madh? Bravo, se sa shtuam ne edhe bravo, je shumë e mirë. Bravo. Hajde tash të bësh dhe zbritjen me një njësi të numrit 8, të numrit 8. Mirë? Tash do bëjmë zbritje me një njësi të numrit 8. Mirë, edukatore? Vendos tash 8 kuba ose 8 topa në kutinë e parë. Ha me edukatoren. Bravo. Po? 2, Bravo. 3, Bravo. 4, Po? 6, 4, 5. 5 mas 4. 5, Po? Mos ngatro. Bravo. 7 a njerë. Mas 6 vjen 7, pasaj 8. Edhe? 8. Numëroj dhe njerë tashi? Të shofim edukatoren? Fillo numëro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bravo, pra sa kuba vendose këtu? 8. Vendose shenjën që zvoglon numrin. Shenjën që zvoglon numrin. Bravo, mbaj mend. Ai zvoglon numrin, kjo e bën të madh. Tashi bravo, heqim. Tashi shikojmë. Ishin 8 këtu. Iku 1, doli këtu. Sa mbetën këtu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bravo, mbetën 7, ë? Se iku 1. Atëre, vendosim dhe këtu 1, prit, ajo që iku. Tashi vendos aty, s'ka një leje mbi ato. Dhe vendos këtu 8. Për kujdes. Vendos këtu me edukatoren. 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8. Mirë, heqim 1. Mbetën këtu 7. Vendos tash 7 topa, sepse nuk kemi kuba më. 7 topa. 1, me zë, 1, 2, 3, 4, bravo, 5, 6, po, 7, aq. Nga 8, heqim 1, mbetën 7, ha? E themi ushtrimin tash? 8 kuba, heqim 1 kub, mbetën 7 topa. Bravo, pra dhe njerë, 8 kuba, heqim 1 kub, mbetën 7 topa. Topa. Tash hajde këtu me edukatoren. Gjeje 8-ën aty. Numrin 8, ajo 2 rrumëllaket tha edukatoren, 2 rrathët. Gjeje 8-ën. Ku është? Atë, mere, bravo. Bëri këtu poshtë, këtë ushtrimit, 8. Heqim, ku është shenja viz? Bravo, vendose këtu. Vendose këtu. Ha me edukatoren, bravo, heqim. 1, gjej 1-shin prap. 1-shin, si ta mësoj edukatore, kape 1-shin, shpejt. Bravo, ajo është 1-shin, mbaj mend. Ha mos ja rro, bravo, 1. Barazim, japni më edukatore, po t'japun një barazim këtu se janë lart. Barazim, atëre 8, heqim një barazim. Sa na mbetën? Jo, sa na mbetën? Numëroj këtu. Sa na mbetën? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pa sa mbetën? 7. Bravo, gjej 7-ën aty. Shi si ta mësoj edukatore, ku e ke vënë një 7-ën ti. Gjej 7-ën tjetër. Sa? Gjej 7-ën tjetër, ja. Një 7 e ke vënë ti të ushtrimi i parë. Gjej 7-ën tjetër ku është aty. Aty e ke, bravo, vendose këtu. Atëherë, e lexojmë ushtrimin tjetër? 8, heqim 1, barazimi 7. Duri jonë tash u bë më i madh apo më i vogël? Bravo, sa hoqim ne që u bë më i vogël? Vetëm? Bravo. Pra këtu e arritëm 1, 7 edhe 1, 8, u bë numri i madh dhe këtu hoqëm 8, heqim 1, 7. Ha? Pra bëm mbledhje dhe zbritje me një njësi të numrit 8. Ha? Bravo, je shumë e mirë. Përplasje dorës edhe për Fabrilën. Bravo. Hajde dhe ti edukatore të bësh ushtrimin në tavolin. Bravo. Tani kujdes. Kesi, ti do më bësh mbledhjen me një njësi të numrit 3. Mirë? Në kutinë e parë vendos 2 kuba. Ose 2 kuba ose 2 topa. Numëro, me zë 1 edhe 2. 2. Pra sa vëm këtu kesi? Ha?
2. Tani, kujdes, kush është shenja që e bën numrin e madh? Kush është? Bravo, mere, të lumt. Vendose këtu. Këtu midis dyjave. Ashtu. Edhe 2 edhe 1 në kutinë e dytë. Vendos 1 këtu, te kjo kutia tjetër. 1 fute këtu, te kutia tjetër. Tash shif, ke se, shikoj edukatoren. Në qoftë se ky këtu, ikën bashkohet me këta të dy këtu. Sa u bën këtu? Numëroj. 3. Sa u bën? 3. Thuaj 3. 3. Atëre, vendos dhe në kutinë e tretë, 3 kuba. A ke se, numëro me zë. 1. Këtu kutia tretë, e treta është këtu. Këtu 1. 2, vazhdo, 2, merë tjetër, vazhdo, 2, jo më kesi këtu, vazhdo këtu, 2, edhe një tjetër, 3, po atje, merë dhe 1, edhe një kub, 3, atje kesi, bravo. Tani shiko, kujdes, e vogla, ullo. Pra, 2 kuba, kutia parë, edhe një kub, kutia dytë, u bëm 3 kuba, e lexoj me zë me edukatoren, 2, edhe 1, barazim e 3. 3. Hajde këtu ke tabela dhe me edukatoren. Gjej dyshin. Hec me edukatoren. Kush është dyshi aty? Bravo. Vere dyshin këtu. 2 edhe. Kush është a shenja kryq? Shive shenjën kryq ku është aty? Ha mere shenjën kryq. Gjej kryq. Ajo, bravo. Vendose këtu edhe. 1. Gjej njëshin ku është njëshi. Jo, ato e në barazim. Jatë një moj edukatore. Kjo është 1. Edhe 1 se s'ke qendi edhe je shkëput të mësimi shumë. 2 edhe 1, kujdes. Gje ato 2 vijat. Ku janë 2 vijat? Barazim. 2 vijat. Jo, ai është njësh. 2 vijat. Ku janë 2 vijat? 2 vija, moj kejsi. 2 vija. I thonë kështu 2 vija. Ku janë 2 vijat aty? O kejsi, vija i thonë këto 1, 2. Ha, mere kejsi. Atere, vendosi këtu. 2 edhe 1, barazim. 2 edhe 1, shiko këtu me edukatorin, sa ka kutia tretë? Sa kuba? Numëroj. 3, po numëroj pra me zë. 1, 2, 3. Hajde këtu të shi gjë treshin. Ato 2 rumullakit që bëm mësim dje. Ato që vizatuam dje. Treshin. Gjej treshin. Kape treshin. Kape. Janë 2 rumullakit. Kape. Atë, bravo. Vendose aty. Vendose këtu. Ata e lexoj mushtrimin kisi. 2, edhe 1, barazim 3. Numri jonë kesi u bë më i vogël apo më i madh? Bravo, se shtuam edhe 1, ha? Bravo kesi, mirë, bravo. Hajde me edukatore, shumë bukur. Hajde edhe ti të bësh ushtrimin tënd edukatore? Bravo. Tashi kemi 3 kutia të bosh. Do zgjedhësh ose topa ose katror, ha? Ose kuba. Tani, shikoj me edukatoren. Kujdes. Në kutinë e parë do vendosësh 3 kuba ose 3 topa. Duke i numëruar me zë. Merë vendosi këtu ke kutia parë. 1, fillo. 1 me zë, thuaj me zë. 1. Ha, vazhdo 2. 2. Thuaj 2. Ha, shme zë dhe 3. Merë dhe tjetën 3. Vendose. 3. 3, thuaj 3. Ashtu, 1, numërojmë, 1, vërëgjishtin, 1, 2 dhe 3. Bravo. Kush është shenja që e bën numrin e vogël? Gjeje? Jo, ajo e bën të madh, tjetra. Kjo, mere, vendose këtu. Vendose këtu, kështu. Pra 3, heqim 1. Shifim edukatoren, iku kjo, nga këto 3-a, ikën 1 del këtu. Sa mbetën këtu, Anea? Sa mbetën? 2. Bravo. Atëre, shumë edukator të ndihmoj unë. 3 heqim 1, mbeten 2, ja 2 këto. E lexoj ushtrimin, kujdes, fëmijat nuk i bëjmë shumë shoqes. 3, Anea me zë, 3. Heqim 1. Barazim 2. Hajde me edukatorin tash që ushtrimi mjaft. Gocat, perla nuk i bëjmë shumë shoqes. Gjej tash ku është treshi këtu? Treshi. Jo, nuk është tresh ai. Ha, të ndihmoj unë. 3. Vendose treshin këtu. Ose bëj ushtrimin. Ha, 3. Heqim, kush e viza? Mere, bravo, heqim, vëre këtu. Prit të ndihmoj edukatorja. Prit Anea, vendose këtu. Këtu. Prit, në ma edukatorës. Ska gjë. Kape dhe mere si dhe edukatorës të ndihmoj unë. Bjere këtu.
Heqim. Një, gje njësh aty. Kush njëshi? Kape. Ha? Vendose këtu. Po, një, barazim. Jatë një më edukator me barazimin. Barazim. Pra, 3, heqim një, barazim. Shik këtu me edukatoren. Sa kupa janë këtu? Sa janë këtu? 2. Hajde gje 2-shin aty. Bravo. Gje 2-shin. Kush është 2-shi? Ja, jo është barazim. Ja, nuk është numër ai. Është shenjë. Këtu. Kape, vendose. 2. Këtu. Atere. 3. E lexojmë edukatorin. 3. Heqim 1. Barazim 2. 2. Numri janë u bë. Më i madh apo më i vogël? Më i vogël. Bravo. Sa hoqëm ne? Hoqëm 1. Bravo dhe Anea. Bravo. Fëmi, bëm mbledhje dhe zbritje me një njësi të numrit 3. Ha? Një pjesë e fëmijëve punuan me mbledhje, një pjesë me zbritje, pak a shumë e i kuptojmë se çfarë veprimesh duhen bërë për të mbledhur dhe zbritur një numër. Së një mirë. Ecim. Vau pasaj kurave. Tash t'ju lexoj edukatorja historinë 3 dërkucat. Fillojmë? Ha? Dëgjojmë. Na ishte një herë një mama dos që jetonte në një kasolle të vogël me 3 dërkucët e saj. Dërkucët, ca grykës të mëdhenj, grykës i themi ndryshe lups, që hanë shumë, u shëndoshën aq shumë, sa që nuk vërtiteshin më dot në kasollën e vogël. Të 3 vëllezrit, dëgjojmë, vendosën të ndërtonin se cili shtrehën e tij. Një mëngjes, mama Dosa i përcolli dërkucët në ull. Para se t'i humbisin nga syt mamas, ajo i porositi të ndërtonin kasolle të forta e të mos ja hapnin derën ujku të keq që nuk ndaj hap pas hapi. Miropafshim voglushët e mi, i përshëndeti mama Dosa, dhe mos harroni të hani bukën që keni në trasta, sepse mama Dosa i kishte vënë të 3 djemve bukë në trast. Pas pak, para dërkucëve u shfaq një fshatar me një qerre të ngarkuar me kasht. Dërkuci i madh vendosi ta ndërtonte kasollën e tij me kasht. Ai nuk donte të lodhej. Një kasolle me kasht ngrihet lehtë. Më falni zotëri, dua të ndërtoj një kasolle. A mund të më japësh sa kasht për të ngritur kasollen time? Dëgjojmë? I kërkoi fshatarit dërkuci i parë kasht. Patjetër tha fshatari dhe ja fali të gjithë kashtën. Dërkuci filloi ta ndërtonte kasollën me kasht, punoi pa pushuar dhe pas pak kasollja e tij e kashtës ishte gati. Ha? Dërkuci i dytë vendosi ta ngrinte kasollën me shkopinje dërrasa. Më i vogli nuk i besonte as kasollës me kasht dhe as kasollës me shkopinje dërrasa. Ai vendosi për një kasolle me themele dhe mure të forta. 2 dërkucët e mëdhenj qeshni teksa mendonin se sa do të lodhej vëllai i vogël. Geri, kujdes. Dëgjojmë. Një ditë ujko trokiti në derën e kasollës së kashtës. Dërkuc, lërm të futen brenda, ose ndryshe me një frym do të ta flak kasollën tënde në erë. Si i tha? Geri, dëgjoj. I tha ujku dhe i fryu si një katë sek. Jo, zoti ujk, nuk të le të futesh brenda, tha dërkuci dhe mbylli derën e kashtës. Ujko nuk e zgjati më, por mori frym thellë dhe fryu me kasollën e kashtës.
Dërkusi ju duk sikur shpërtheu një stuhi e madhe. Kështu fluturoi në ajër dhe vetëm pak çaste më vonë, kasolli e kashtës u rrëzua. Dërkusi i tmerruar nuk dinte ku të shkonte. Nuk e ktheu me kokën prapa gjersa arriti në kasollën me dërrasa e shkopin që kishte ndërtuar vëllai i dytë. Të dy dërkucët e mbyllën derën me shul që të mos futej ujku. Mirë po shishnoll, nuk ishte kaluar shumë kohë kur ujku u shfaq para kasollës të ngritur me dërrasa e shkopin. Dërkuc, lërmini të hy brenda, ose me një të fryrë do ta rrëzoj kasollën, tha ujku. Jo, zoti ujk, nuk të lëm të futesh brenda, thanë të dy dërkucët. Ujku dëgjoi përgjigjen e dy dërkucëve dhe nuk e zgjati më tej, mori frym thellë dhe me një të shfryrë rrëzoi kasollën me shkopin. Të dy dërkucët e tmerruar dhe vrapuan sa mundën për të gjetur shtëpinë që vllai i vogël i kishte ngritur me tulla. Dëgjojmë tash. Të dy dërkucët e tjerë se u prish shtëpia edhe ati me kasht, edhe ati me dërrasa. Dhe po vraponin ke vëllai, tek vëllai që kishte ndërtuar me tulla. Prit, pastaj do të tregoj edukatorë dhe fotografi. Vëllai i vogël në atë kohë po vështronte pyllin me dërrasa nga dritarja. Vllai i vogël atë kohë po vështronte pyllin me bredha nga dritarja e shtëpisë së tij të bukur. Ishte lodhur shumë për ta ngritur shtëpinë e tij, por ndjehej i lumtur. Befës atje tutje në pyll me bredha ai pa dy vëllezit e tij që po vraponin të tmerruar. E mori me mend se të dy vëllezit po i ndiqte ujku dhe hapi derën. Të tre dërkucët u futën brenda në shtëpinë me tulla dhe e mbyllën derën me shul. Dëgjojmë tash me edukatoren, se është prallë shumë e bukur. Ujku nuk vonoi shumë dhe arriti tek shtëpia me tulla. Dërkuc, lërmëni të futen brenda, tha ujku. Po, ujku, ja ku e ke këtu. Lërmëni të futen brenda. Si tha? Lërmë të futen brenda. Ha, shu. Tha ujku, ose me një frym, unë dhe ta rrëzoj shtëpin. Jo, nuk të lëm të futesh brenda. Jo, përgjigjen të tre dërkucat. Ujku fryme, sa fuqi që kishte shtëpia me tulla. Po sho, as donë të t'ja dinte për frymën e ujkot. Dëgjojmë. Fry dhe fry përsëri, për shtëpia nuk donë të t'ja dinte. Ujku mori vrull që ta rrëzonte me fort shtëpin, por nga përplasja duk se ju thyen kockat. Dëgjojmë se mbaroi edukatore, e mbaruam dhe një çik. Kur e mori veten ujku, u vërvit rreth e qark shtëpisë për të gjetur një mënyrë për të futur brenda, por më kot, ujku nuk i mbetej gjë tjetër veç se të hipte në çati dhe të përpiqej të futej nga oxhaku. Dhe ashtu bëri, u ngritë çati dhe dalë nga dalë u afrua në grykën e oxhakut. Dëgjojmë, e mbaruam. Ndërsa ujku ishte ngjitur në çati, të tre vëllezërit dërkucët kishin nglezur një zjarr të madh. Ujku lëshua në oxhak dhe u trem kur pa zjarrin që bubulonte në vatër. Anajdi, u dogj ujku, por përcolloi nga flakët dhe u lërinte pa pushuar. Nuk ishte mbetur asgjë nga pamja e tij kërcënuese prej dërkucëve. Njëri nga dërkucët hapi derën dhe ai i llatarisur mundoi të shpëtonte e të zhdukej. Prit. I lebetitur. Ta mbarojmë. Ha dëgjojmë edukator ta mbarojmë. I lebetitur ujku i dha këmbën dhe u largua. Nuk ecte, por fluturonte nga tmerri që e kishte pushtuar. A do të kthehesh ndonjëherë tjetër? I tha dërkucat. Ujku nuk kthei përgjigje. Të tre dërkucët u përmbashin nga e qeshura që i kishte pushtuar. Unë dëshiroj të qëndroni për gjithmonë këtu me mua në shtëpinë me tulla, tha vllai i vogël. Vonë të tre dërkucët shkuan në shtrat, ndjeshin të qetë të lumtur e ishin të bindur se ujku i keq, dëgjojmë Geri, nuk do guxonte t'i afrojë më. E çka kuptuam nga gjithë kjo histori? A duhet të tallim me ata që punojnë shumë? Jo, si bën të dy vëllezërit që u tallën me shokun e tyre, me vllain e tyre. Pafshim, Xhoge. Pafshim të gjithë. Pafshim të gjithë. Hajde.